Përsëri jemi drejt për së drejti nga stadiumi Loro Borici i Shkodrës, ku në këtë çast po bëhet gati të startojë super sfida në Loro Borici për javën e 14 Vllaznia pret Vorën. Në fakt duhet të prisë, duhet që Vora të prisë të Vllaznin, po kështu erdhi vendimi më i fundit i FSHF sepse Vora ka mungesën e stadiumit. Jam me një përfaqësues të tifozërisë shkodrane mjaft i flak, që njëhet prej ditësh për mbështetjen e Vllaznisë, Adrian Pirani. Përshëndetje, faleminderit. Knaqësi që një përfaqësues i tifozëve është drejt për drejt në Verio Sport te Pragneshë. Shumë faleminderit. Nësi gjithmonë ato intervistat me ju i ndërru. Një sfidë shumë e rëndësishme, ku Vllaznia vjen pas një humje në këtë stadium pak ditë më parë me Teutën e Durrësit. Është një sfidë e rëndësishme sepse 3 pikët tash janë domosdoshmëri. Loja e Vllaznisë duhet të kalojë gati në plan dytë në kuptimin që Vllaznia duhet të marrin 3 pikë sot. Kena mungesa, kena shoh, po inshallah shfrytëzojmë fushën, shfrytëzojmë spektatorin, shfrytëzojmë to komponente që të fitojmë edhe të ngjeshëm në vendet e para të klasifikimit. Mos i ndoana Eknatias, Elbasanit apo edhe Dinamos që është më poshtë. Në këtë ndeshje të sotme mungon Lirim Kashati. Shumë mungon, unë e di, Gaspar, të moshat kesen, jena gati një lloj të informuar si ti, mungojnë shumë, po ata që janë duhet me shfrytëzu momentin, duhet me shfrytëzu rastin. Nuk kena një rikthim shumë të rëndësishëm, është ditë krymin që unë e kam të zamrën teme, inshallah sot dalim me fitore. Tifozëria shkodrane e ka mbështetur vazhdimisht Vllaznin, edhe sot ndonë se kushtet atmosferike nuk janë në nivelin e kërkuar, në pritshmëri ka rreshëshu, por përsëri ka mbështetje, sidomos në tribunin qendrore. Ka mbështetje, por gjithmonë edhe kushtet ndikojnë ecuria e Vllaznisë në javë fundit prap ka ndikuar, mungesat ndoshta ndikojnë, spektatori bëhet pak skeptik, por sot inshallah mendim të Zotit, inshallah ja dalim, inshallah 3 pikë janë për ne, janë domosdoshmëri. Me shifra, si e parashikon Adrian Pirani, tifozi i Vllaznisë? 2-1. Për Vllaznin? 2-1 për ne, porque me autor të golave? Do të dosha me bëj një ditë krymi edhe një bekim buela. Bukur, ishte parashikimi i tifozit të flak të Vllaznisë. Adrian Pirani ka shumë tifoz Vllaznia të flak, për njëri prej tyre është Adrian Pirani, që falenderojmë që ishte drejt me Verio Sport në këtë Pragneshë. Edhe unë i përshëndes gjithë, i përshëndes edhe ty Gaspar, Eroi Vllaznisë vetëm fitore. Dhe pas këtij 3 pikësh, nëse do të bëhet i mundur, në Elbasan. Nuk mungon Pirani me shokët e tij. Po nga herë mungon, po. Respekt e Grani, sukses. Gjithë mirat.